Shkurt, se mora shënime Komisionin për verifikimin e mandatit të deputetëve, arsyeja pse është bllokuar është që nuk dishëm me definu çka është Albin Kurti. Se ai që sheshe vetën a e dim, po çka është ligjërisht. A është kryeministër në detyrë, është deputet. Qa kemi bona në këtë komision, në proces verbal, edhe kjo është edhe për pasardhësit tonë, kanë me hi edhe me pa një precedent të rrezikshëm për shtetin e Kosovës, edhe një tentim për mbysje të rande kushtetues, ku një njeri thotë unë jam dy. Do të thonë se këtë Albinin e kam bo, Albini partisë, Albini i qeverisë. Do të thonë jam edhe deputet, edhe jam kryeministër në detyrë dhe gjykata supreme. Po ligjin e keni bo brarë për gabim? Po mirë, tash të... Jo e keni bo ligjin gabim, tash unë na nuk i kemë falë se keni bo ligjin gabim. Du me ta bo dhe du me pas një përgjigje të drejt për drejt. Jo e keni bo ligjin e keni bo gabim. Tash, kur nuk ju konvenon ligji... Zot shtëpia s'duhet. Zot shtëpia? Po, veç nuk do të me pas qëtë njeri i cili është edhe zot shtëpia edhe deputet. Njeri do të me pas, ai do të me zgjedhë. Ai nuk mundet me propozu. Besnik beslimi do të mos kujdesoj. Me krejtë nuk mundet me kornizën ligjore kushtetuese besnik beslimi do të me kujdesoj. Nuk mundet Albin Kurti me shku në qeveri me propozu një buxhet, mu bo antari komisionit për buxhet, me shku me votu qatë buxhet. Po ku ka kështu o burë? Cilin buxhet? Në cilin demokraci ka kështu? Në cilin shtet demokratik ka? Do me thonë, ku e ki? Me shku edhe deputet, edhe antari komisionit, edhe kryeministër e detyrë. Po jo mërë gjykata kushtetuese edhe gjykata supreme ka qenë qartë. Prandaj ne komisioni për verifikimin e mandatit. Ku beton demokraci? Ka demokracia që kanë mendime të ndryshme. Njërin prej kandidaturës po çej kryetari komisioni një komune komisioni për